ua, kam pas shumë senet vështira një jetë. Sa drita thamë, për herë të parë një jetën teme, që ndoshta edhe tjerve nuk ja u thamë, apo askush nuk e dim përveç unë edhe vajza jeme. Unë e motër nuk kam. Edhe Zotin bekoj me një vajzë, moshë shumë të re, edhe u rritëm bashkë, me plot kuptim fjalës. Periudhën, masi jam divorcu, jetojsha me një banesë shumë të vogël. Se aq mundësi kisha. Punojsha me orar prej 8 në ora 4, në ora 4, buxheti ishte shumë i vogël, 2 fëmijë, djalin e kisha në shkollë fillore, vajzën e kisha në të mesmen. Ajo ishte në shkollë prej në mëngjesit, se ishte në shkollë të muzikës instrumentale dhe atje ishin me orar të zgjatune. Edhe një periudhë gjatune mora edhe punojsha edhe punë dytë, edhe punë tretë. Nuk zgjedh që shka punojsha në atë aspekt që me njerës që thojna, po aq që në mundësit e mija, sa që muj mja dalë mujen, qira, rrym, uj, shkollim, ose fëmija fillojshin u rritëshin edhe të gjdo 2-3 muj, pa ti ka s'kisha mundësi. Ato ishin shumë, mos ta thamë se ndoshta edhe do shkemi numru parë për me ble bukë. Ati s'guzojshe fëmijës mi thonë, s'vjen parasysh. Edhe unë e fillova me punu një punë dytë, kur se kam thanë, ju betona. Fillova me pasru një zyre. Zyrja ishte banes, edhe mas orës 4, unë punoj më një institucion, që kam edhe post aty në Thojza, jam shef aty, po nuk mjaftoj të pagesa. Nuk mjaftoj se ishin hargjimet shumë të mëdhaja, ishin hargjimet përdiqme. S'm dalë ke rroga. Edhe unë mas dite shkojsha punojsha pastruse. Edhe kaloj një javë, unë shkojsha prej në ora 4 deri në ora 5, 6, 7, deri sa të pastrojshin ato byrojat. Edhe 1 herë, 2 herë, 3 herë, e pake që ka jeme se jam shumë e lidh. Mam ku je që kam dalën, kam pak punë, mam ku je edhe regullisht, kjo nëse filloj mami, që ka jeme mendojke që mos kom bona i lidhje dhe jam të më shef. A une realisht jam shumë i lirë me fmit, asë njëherë nuk ma kanë mohuë që une kam drejtë me zgjedh një partner ose me pas një partner, asë njëherë se kam këtë problem. Tha mam, tha, je ku je, tha, nuk më intereson, tha, une du tha me ardhen aty, ku je ti? Tha, a je sigurt? Tha, une, tha, nuk po të besoj, tha, du që të vi aty. Okej, hajde, ja thash adresën, thash ti këto telefonat, edhe i bjezilës, unë ja hapa derën, qka mund pa, qka jeme? Unë me dorza, kupton? A e veshur, klasik, se zyre punoj, mas orarit, dorzat një portrenerka që ta marrë të hafshi, sa atune që ato pare që i marrësha, une për shemë më shaf një vetë me t'ju ble dhe diçka plus. Edhe më tha, mam, tha, deri këtë pikë, tha, na kemi mëri? Jo, zemër, thash, është gjithë shka në regull. Jo, tha, une për shof, se si është situata. Hajde, thash ty jo. Je ke dorzat ti, tha, ullu pusho, tha, une do t'afshi. është kam vajza, po. është kam vajza viti 3 në shkollë të mesme të muzikës, edhe besomni që prej viti 3 shkollë të mesme, ajo punon. Dhe më njëre ka gjetën. Bravo. E përshëndes me shumë vajzën të lumë ty, që i kërit ashtu. Po, gjithmonë njët, ajo prej asoj dite, kur as edhe një dit nuk ka najt pa punë. Edhe gjithmonë më kanë dimu, se ta shti më kanë dimu. Do me thane, kam edhe për krajan e qikës edhe djallit që punojnë edhe kontribojnë në atë shpi që na e kemi pas bashku të tretë edhe jam e lumtur se kur e di që kjo shpi është e jemja edhe nuk i kam borqa skujt. Ja, zot, më se lën kam pata. Këta njerëz janë shembull për Shqipërinë. Dhe jo ato që dalin për emision e thonë 2.000 euro bën më kapi. E ke atë video në parasysh? As me i kap nuk thot do, thot më kap. Nga që e kap. Më kapi, po. Më kapi bën 2.000 euro, thot.
këta njerëz duhet, dhe bravo të qoftë, që ka sjell një personazh tillë këtu që flet një grua e vetme që ka arrit në këtë mënyrë vajzën e saj me punë, me njerëz ballë. Aktorë profesioniste, po. Po bravo të qoftë, bravo Fatmira, Unë bravo. nuk e kam shefën këtë për diçka, po thjesht nuk duhe vetëm gjona të këqija të flas. Po vazhdimisht kam qef me thonë, nuk ka fund e mira. Po pa kaluen diçka të ronë, asnjëherë nuk je i suksesshëm. Absolutisht. Edhe unë kështu e shoh jetën edhe është e bukur jeta. Çdo njeri mund të arrit ato që don. Unë gjithmonë kam ndruar me pas një shtëpi teme. Edhe e kam arritën tashti unë jam njëri okay për mua. Gjithçka është në rregull edhe për mbushur jam. Bravo. Po. Bravo të qoftë. Faleminderit. Faleminderit. Respekt të shumë. Lart. Kur jemi me që, domethënë, te dashuria por e kthehemi përsëri me që tash të lidh puna.